Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimi takon Zotit gjithësisë, paqja e lavdërimi i Tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me pikën e 6 në renditje në librin ton sa i përket shenjave të Kiametit, ku njerëzit afër Kiametit do të rikthehen adhurimit idhujve. Dhe për këtë na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithet e sakta. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات النساء الدوس على ذي خصلة. Thot nuk do të ndodhi Kiameti, thot Abu Huraira, derisa gratë e fisit Daus të drejtin vithet e tyre në transmetimin tjetër me nënkuptim, ose të bëjnë tavaf, ai shumë do të mblidhen të bëjnë tavaf idhullit tyre, që quhet dhi khaslatin, o dhu khaslatin siç ka thënë Taghiat o Daus, për kanë pasur pra një idhull që ja adhuronin atë në kohën e jahiliyetit. Kjo do të ndodhi siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në hadithin e Aisha radhiyallahu anha qalet سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam të thotë la yadhhabu al-laylu wan-nahar, nuk do të kalojë dita, nata dhe dita, pra do të përcjellë njëra tjetrën hatta ta'budu al-lat, hatta tu'badu al-lat wal-uzza, derisa të dhurohet Lati dhe Uzaja, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Fa qultu, i thash, thot ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, in kunta la adhunnu hina anzala Allah, unë kam menduar se kur ka zbritur Allahu fjalën e tij në Kur'anin Kerim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun, është ai i cili e dërgoi pejgamberin e tij me udhëzimin e vërtet dhe fenë e vërtet, që ta bëhet triumfatore, fitimtare mbi çdo fe tjetër, edhe pse këta urrejnë idhujtarët. Ana dhalika taman, u mendoj ka thënë Aisha se kjo është diçka e plot. I përgjigjet pejgamberi sa inna sayakunu min dhalika ma sha Allah, kjo do të jetë deri në atë kohë o derisa dëshiroj Allahu subhanahu wa taala, që feja do të jetë triumfatore e fuqishme mbizotruese deri ai sa do i Zoti subhanahu wa taala pra feja islam. Dhe më pas thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thumma yab'athu Allahu rihan tayyiban, më pas Allahu dërgon një erë të mirë, فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل. Dhe më pas Allahu nëpërmjet sa erë do t'ja marrë shpirtin çdo njeriu që ka në zemrën e tij sa një grimc imani. Ka iman sa një grimc. Fayabqa man la khayra fihi, dhe do të ngelin në tokë, masi të vdesin gjithë besimtarët, njerëz që nuk do të kenë mirësi këta, njerëz që nuk do të kenë më mirësi, fayarji'una ila dini abaihim, dhe kështu i kthehen kujt? I kthehen fesë së tyre ignorante, pra idhujtarisë me cilën ishin baballarët e tyre. Pra shikoni se si na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam që afër Kiametit do të ketë këto shenja në umetin islam. Kjo nuk do të thotë se ajo do të mbizotrojë për sa kohë që feja është akoma e fortë dhe përhapet në çdo vend, në çdo kohë me ulje dhe ngritet e veta, por do të jetë në atë kohë kur nuk do të ketë në tokë njerëz të mirë dhe do të mbizotrojë në disa vende apo shumica dhe vendeve idhujtaria dhe ignoranca. Hadithi i tretë në këtë temë, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yab'athu rihan min al-Yaman. Allahu azza wa jalla, në hadithin e Abu Hurairës, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu do dërgoj një erë nga Yemeni, alyana min al-harir, ma let se më ndafshi, fala tad'u ahadan fi qalbihi, qala Abu Alqam, mithqala habbatin mithqala dharratin fi riwayatin min imanin illa qabadathu, dhe nuk do të lëri në tokë askënd që ka në zemrën e tij iman, ai sa grimca
e atomit ose grimca e khardelit, siç e thon disa prej arabëve, çfarë rëndësie ka? Pra, dhe kushdo që ka sa një grimc imani në zemrën e tij, Allahu Azza wa Jall nëpërmjet sa ere do t'ja marrë shpirtin. Pra lutim Zotin në i fali gjunat dhe gabimet dhe na bëjë prej atyre që qëndrojnë në fenë e Zotit deri në momentin e fundit dhe na ruaj nga fitnë dhe sprovat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.